jo në kuptimin negativ, po që tregoj forcën e tij dhe tregoj atë çfarë ai i jep shoqërisë shqiptare. Jeti natyrshëm, jo i deleguar. Po, Ilir Ali Mehmeti është një ndër personat që thith shumë nga elektorati i gri, sidomos në Tiranë, ishte një kandidat potencial për Bashkinë e Tiranës në vitin 2023, pavarësisht se u tërheq në fazën e dytë të primareve, po të themi të vërtetën është një kandidat potencial në Partinë Demokratike. Mirë, Regjia na ka avokat, dua ta përcjellim, është pjesa tjetër e listës së Tiranës, përveç atyre që kanë marrë mbështetje të fortë, është edhe kreu i PD-s Shpëtimi Drizi. Ka një deputet të sigurt në listën e mbyllur, bëhet fjalë për zonjën Mesila Doda, teksa nga ana tjetër Partia e Lirisë ka 2 deputet në listën e mbyllur. Konkretisht Meta ka shkuar në rreth 7600 vota, kreu i Partisë së Lirisë Idrizi 1890 vota. Pra të dy bashk, 2 liderët e partive nuk i kanë dhënë as 10.000 vota koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore, teksa kanë 3 deputet të sigurt. Në fakt nuk kanë qenë të pak demokratët që e kanë kundërshtuar Aliancën, qoftë me Partinë e Lirisë, qoftë me PD-n, megjithatë Berisha duket se e kishte marrë vendimin dhe tashmë janë 3 deputet nga ato 2 subjekte që nuk i kanë ofruar as 10.000. Kemi Ali Mehmeti nga ana tjetër që ka shumë më tepër vota dhe mbetet jashtë kuvendit. Si do të ndikojë më ky përfaqësim në radhët e Partisë Demokratike të mbështetësve atyre që kanë votuar, janë mbi 500.000 që i dhanë votën këtij koalicioni. Ja do ta sëroj unë, te 3 mandatet, qoftë 2 mandatet e Partisë Lirisë, dhe qoftë mandati i Mesila Dodës, janë falur nga Sali Berisha, Partia Shpëtimit Drizit dhe Partisë Ilir Metës. Janë falur në mënyrë flagrante dhe në shkelje flagrante të gjitha normave ligjore dhe kushtetuese dhe demokratike të Partisë Demokratike. Sepse jo pa që të thash që nuk mundet ti të marrësh 2 deputet në listë mbyllur dhe mos japësh asnjë vot. Pra, ju ofrua Zotit Meta, Zoti Meta nuk e pranoi, por e vërteta doli që Partia e Lirisë tashmë është drejt përfundimit të saj si parti dhe unë besoj që Tedi Blushi, unë nuk e di se çfarë pret ai tani që s'jep dorëheqjen dhe bile po ti isha në vendin e tij do kisha ndërheqjen edhe për kandidat edhe për mandatit si deputet, pasi ai mandat është falur, nuk është marrë me vota dhe një mandat i falur nuk ka çfarë duhet në parlament. Për Zotin Blushi e kam fjalën, Erisa Xhixho ka qenë një potencial në partinë ish LSI-s dikushme, një deputete e zonja, do ta quaja zonjën Xhixho, po unë besoj që zonja Xhixho më mirë do kishte qenë që të afirmojë në strukturat e Partisë Demokratike se sa në parti tashmë drejt ezaurimit total, por për rezervat e mia kam për Zotin Blushi dhe për zonjën Mesila Doda, të cilat nuk kanë ofruar asgjë në koalicionin e Partisë Demokratike. Dhe madje unë po ndiqja një deklaratë të Zotit Ali Mehmeti, i cili bëri me dije se kandidatët e listës së mbyllur, ata që janë deputet të sigurt në legjislaturën e ardhshme, nuk janë parë thuajse fare në qendrat e numërimit të votës, por u është dashur atyre që janë në listën e hapur, ka pasur në fakt edhe akuza për trafikim të votës brenda një kampi, siç ishte me kandidatin Kalaja të Partisë Demokratike në Durrës dhe koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore, madje ky i fundit tha se ka bërë edhe denoncim në SPAK, gjithsesi mbetet për të parë. Dafina, shikoj një diçka. U fol për një trafikim që mund bëjë për votat për brenda kampit për Zotin Ilir Meta, i cili komisionerët e Partisë Socialiste dhe ndoshta edhe komisionerët e Partisë Demokratike nuk e kanë pranuar këtë lloj trafikimi që Zoti Ilir Meta ishte deputet në Parlamentin e Ardhshëm shqiptar. Kush e ka tentuar këtë? E kanë tentuar eksponent Partisë Demokratike bashkë me Partisë Lirisë. Tani se kush nuk ka rëndësi, po e kanë tentuar që të bëjnë trafikimin. Nëse e thoni aq, nëse keni informacion? S'ka rëndësi. Ilir Ali Mehmeti bashkë me Yrita Tabakun dhe me disa tjerë i kanë ruajtur votat e tyre ditë natë me njerëzit e tyre, sepse mund që trafikonin votat dhe votat të kalonin në të personat tjerë. Zhdllima, ky ekip sa e përfaqëson elektoratin e Partisë Demokratike, ata që dhanë votën për janë mbi 500.000 të tilla të paktën nga rezultatet e deri tanishme pa përfshirë diasporën. Nuk e përfaqëson Partinë Demokratike, ke ekipi dhe brenda po edhe jashtë me disa diferenca të vogël 2-3 veta. 2-3 veta kanë luftuar për Tiranën, të jem realist, të tjerët nuk kanë bërë fare fushat. Jo Rita Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, Andi Mustafaj. Po s'ka qenë kandidat. Ka qenë kandidat, por e tregon rezultati i listës së hapur, vota preferenciale që kanë marrë. Kanë qenë te lista e hapur, po disa veta, jo të gjithë, te lista e mbyllur asnjë, por ky nuk është thjesht një mesazh që japim ne. Ky duhet të përcjellet tek ata. Pse? Sepse ata sot pikërisht na akuzuar ne sikur ne kemi punuar kundër tyre.
Pra, ne kemi fajin sepse ata dështuan. Ndërkohë, ata e kanë fajin se pikërisht kanë E pa dështuar. precedent në fakt. Po jo, duhet të analizojmë edhe këtë. Pa pranueshme mënyra se si Noka, Paloka, apo edhe ekspozitorë të Partisë Demokratike shprehen ndaj medias. Që unë kam mbushur kuti që Lul Basha të ishte kryetar Partisë Demokratike. Është e vërtetë po jo? Tani, vjen tani dhe dalin publikisht dhe thënë media dhe analistët kanë fajin. Më falë. E ta marrë të mëqen që edhe media dhe analistët kanë fajin. Faj brenda Partisë Demokratike do të gjendet kush e ka fajin. E në fakt, këto rezultate demokratët kanë dalë në protest kur i bën pyetje nëse do të kenë një analizë përpara se të vijojnë edhe me protestat më tej, akuzojnë me njëherë, pra kthehen në formë revolte përkundrejt të gazetarëve që i bëjnë pyetje të tilla. Me protest nuk zgjidhin asgjë, me denoncime asgjë. I futën në burg, a i morë 83. Do fusin përsëri në burg Parti Socialist, do marrë 94. Do fusin përsëri në burg Parti Socialist, do marrë 130. Qa do bësh? Protesta do bësh? Në vend të marrësh të bësh një analizë, ku të ka shkuar kej situata? Qfar ke bërë ti? Ke dalë në teren, apo ke nejtë thjesht aty duke bërë dakordsi sepse thua rotacioni do bët? Nuk ekziston më rotacioni, që në 2021. E qartë, një pyetje në diçka të fundit për zgjedhjet lokale, shkoni shikoni rezultatin e zgjedhjeve lokale. Kjo Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë dhe partitë të tjera nuk e kanë analizuar fare rezultatin e 2023-shit. Prandaj këto janë pasojat dhe shikoni numrat vetë. Ndërkohë, do t'jetë në vëmendje në fakt për votën preferenciale edhe vota e diasporës, për Tiranën janë konkretisht 42.384 vota, e sigurisht është një numër i lartë për të përmbysur edhe rezultatin e deri tanishëm sa i përket kandidatëve të cilët kanë një diferencë të ngushtë, veçanërisht në kampin socialist. Është parë një trend të paktën në aspektin politik, si mbështetje për subjektet, si vota brenda, ashtu edhe diasporës ka shkuar bindshëm për Partinë Socialiste. Pra, duke sjell të njëjtin pasqyrim, si e shpjegoni? Shiko, Partia Socialiste e ka filluar herët fushatën në diasporë, sepse e dinte ndoshta edhe ndryshimet ligjore që do të ndodhin, po Partia Demokratike për hizë vërtet unë e kam thënë edhe shumë më herët ke ju, që Partia Demokratike është shumë e fuqishme dhe ka struktura shumë të fuqishme në Greqi, ka struktura në Itali, po e lë për pjesë strukturash në Gjermani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka lidhje me strukturat, atë është më shumë personale, por po të shikosh Partinë Socialiste në Greqi ka një organizim perfekt si në Shqipëri. Dhe unë mendoj që Partia Socialiste në emigrantët e Greqisë mund të ketë marrë 60 dhe 70% të elektoratit që ndodhet në Greqi. Dhe unë besoj që të pjesa e emigrantëve që ndodhen në Itali, Partia Socialiste mund të ketë marrë 55% të emigrantëve, votave të emigrantëve tanë në Itali. Dhe kjo është puna që bëhet në terren dhe me njerëzit përpara se të vi data e votimit. Dhe gjitha këto janë pasoja, se si, po të shikosh Partinë Demokratike në kohën kur ishte fushat për pjesën e diasporës, nuk janë marrë fare, ta kanë ndërë ndërhije. Dhe nuk janë marrë fare me njerëzit as brenda, as jashtë. Sikur këtyre do ja u jepte fitore në Lacivita dhe do i thote po, ju e morët pushtetin dhe ju e gëzofshi. Kjo nuk funksionon. Ta harruan që në kutitë e votimit votojnë shqiptarët. Pavarësisht performancës që mund bësh me lobustë të ndryshëm, ajo që të regon duhesh t'jesh afër me njerëzit dhe komunikimi me njerëzit. E para, dhe dyta, lista nuk ishte përfaqësuese e duhur e Partisë Demokratike. Le shumë për dëshiruar një listë ku listë miq, listë nepotike, listë lidhjes afërta, miqësore, deri mos them edhe deri korruptive. E qartë. Pra, e gjitha kjo çon në atë që ti e ke sigurt humbjen nëse ti vepron në këtë mënyrë. Nuk mund veprosh në një parti politike në mënyrë sektare dafina. Partia politike është një bashkim vullnetar ku secili duhet të i japësh merita që i takojnë dhe kontributi që i jep edhe profesioni që ka. Nuk mundet që kandidat ose kryetar partish sot që flasim, akoma ne kemi kryetarin lokal, akoma s'ka dhënë ndërheqjen. Kanë humbur 2000 vota, 3000 vota në sitë e tyre. Do të ketë reagim të kandidatëve po flasim parim. Apo edhe strukturave të tjera të Partisë Demokratike. Unë po flasim parim. Pra, edhe një kryetar lokal, i cili ka humbur një disavanazh shumë madh, nuk jep dorëheqjen, nuk lëviz, nuk e kuptoj. Këta presin flamunokën akoma, që ti marrin telefon që ti thotë jep dorëheqjen. Pra një parti totalisht sektare e cila çon në humbje pas humbjet. Unë them që Partia Demokratike duhet të rindetohet në çdo qelizë, me djemë dhe vajza të reja dhe të mirë shkolluar. Dhe këta që kanë drejtuar deri më sot
duhet të heqin qafë shqiptarëve sepse kanë duruar shumë këto vite. Ibra Zhlima, shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë bisedë. Ndërkohë në këto momente ne do të jemi në një komunikim me kolegun në Kosovë Venhar Isufi. Samiti i ditës së sotme ka tërhequr vëmendje në fakt edhe për qëndrimin e ashpër kritikues të presidentes Osmani ndaj Bashkimit Evropian për mosheqjen e masave kufizuese, madje ndër të tjera Osmani tha se Brukseli po i hap derën vendeve që shkojnë në mos tek Putini dhe jo Kosovës, që është 100% në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian, duke nënkuptuar vizitën e Vučić tek Putin javën që lam pas. Venhar, përshëndetje.